Pasi kalon gjirin e Porto Palermos, fshati Qeparo, 13 kilometra në jug të Himarës, është kthyer në vitet e fundit një ndër destinacionet më të preferuara të turistëve ventas dhe të huaj. Për çdo që zgjedh të pushojë në Bregdetin e Jugut, infrastruktura lidhëse e fshatrave përgjatë Rivierës siguron jo vetëm lehtësinë në lëvizje, por edhe pamje spektakolare, mes bluzë së kristalt të jonit dhe kodrave të gjelbërta. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale pamje nga peizazhi i rrugës bregdetare të Qeparos, si një perlë e Rivierës shqiptare. Qeparoi konsiderohet nga fshatrat më të vjetër të Bregdetit shqiptar dhe ofron dëshmi të jetës dhe kulturës së banorëve vendas. Ndërshekuj, i ndar mes një fshati të lashtë në maj kodre dhe një vend banimi më të ri buz plazhit. Qeparo ofron destinacionin më të mirë turistik për vizitorët. Fshati i sipërm ruan shtëpi tradicionale prej guri dhe ullishte, ku familjet kanë jetuar për breza me radhë. Qendra historike e këtij fshati përfshin disa monumente kulture të shpallura, mes tyre banesa tradicionale dhe objekte fetare, ndërsa pjesa e poshtme ofron akses në plazh me shëtitoren e re që kalon në të gjithë vijen bregdetare, që i ka dhënë Qeparojt typare të një fshati tipik turistik mesdhetar, ku janë ruajtur karakteristikat dhe traditat e zonës.